Mua nuk më mbetet tjetër gjë, vetëm t'ju uroj ju bëft mirë nëse do të zgjidhni të përgatisni në shtëpitë tuaja në rast të festash, por edhe në përditshmëri, sepse ndonjëherë na shkon mendja për ëmbëlsira edhe për baklava, edhe pse nuk është festa e Bajramit apo e vitit të ri, meqense në traditë kemi që i gatuajmë pikërisht në të tilla festa. Jemi rikthyer në studio për të ndryshuar krejtësisht atmosferë, për të shkëputur nga gjithçka që kemi folur deri më tani, po për të qëndruar brenda muajit tetor. Tetori njihet tashmë në botë prej vitesh, por edhe në Shqipëri vitet e fundit është bërë një luftë e madhe për sensibilizimin e kancerit të gjirit. Pra, për të parandaluar atë, për të marrë një kulturë të përgjithshme mbi shëndetin e gruas, mbi kontrollet vetjake që ne duhet të bëjmë në kushtet e shtëpisë, por edhe kontrollet e përvitshme që duhet të bëjmë tek mjeku, pikërisht për ta kapur në kohë nëse kemi fatin e keq të prekemi nga kjo sëmundje. Por më tepër nëse e kemi edhe në gen, pra nëse motra, nëna, tezet apo të tjera persona të gjirisë femërore kanë qenë të prekur më parë dhe vuajtur nga kjo sëmundje. Në fakt, nëse flasim për tumore, duket sikur gjithmonë më shumë po rritet numri i personave që janë të prekur për tyre në forma nga më të ndryshme dhe në pjesë nga më të ndryshme të trupit. Kështu që alarme të tilla gjithmonë janë me vend dhe ne sot kemi menduar që këtë muaj të rëndësishëm të shëndetit të gruas ta trajtojmë në këtë studio për të mbyllur muajin, por edhe për të kujtuar edhe një herë se tumori i gjirit është i kurueshëm nëse kapet në kohë dhe nëse jemi strikt me gjithçka që unë përmenda pak më lart. Dhe jo më kot kemi edhe një të ftuar në studio e cila është duke e luftuar ende, megjithatë ka kaluar një eksperiencë që vjen sot për ta ndarë në këtë studio për ne dhe për të gjitha gratë që po na ndjekin në këtë moment. Jo vetëm gratë, edhe meshkujt. Është rëndësishme ta kujtoni femrave që keni pjesëtare të familjes suaj, që ju i doni shumë ato dhe duhet të jenë të shëndetshme e duhet të drejtohen tek mjeku her pas here për të bërë një kontroll rutinë, kanë apo nuk kanë gjë. Ju prezantoj me Sonela Totraku, në profesion mësuese, edhe pse sot vjen si grua në këtë studio. Të falenderoj shumë. Shumë faleminderit për ftesën, kënaqësi që jam mes jush. Kënaqësia ime për të patur këtu, për të ndarë historinë tënde personale, që besoj se e ndan apo jo, edhe jo vetëm me mikesha, po edhe me femra të tjera. Për t'ja sjellë në vëmendje që jeta është me shumë vlerë, shëndeti është shumë i rëndësishëm dhe ndoshta më rëndësishëm se gjithçka tjetër që ne kemi në këtë jetë apo jo. Është jeta, po është shumë e rëndësishme dhe unë gjithmonë kam vendosur. Madje u bën gati 3 vjet që unë pothuajse çdo vit e them fjalën time, e them në mënyrat e mia, e them mes miqve, e them mes kolegëve, por e them edhe në televizion. Ashtu si ka gjë të keqe. Absolutisht, është shumë mirë madje, sepse media ka një efekt të drejtë për drejtë dhe zëri përhapet shumë shpejt kur na flasin. Sa më shumë njerëz që të dëgjojnë eksperienca të tilla, aq më mirë janë, i parandalojnë, shpëtojnë jetën dhe kjo për mua është një kënaqësi. Kënaqësia është e imja. Sonela, nëse ne do kthehemi sa vite pas në kohë për të... Do themi pothuajse do bëhen 8 vjet. 8 vjet. 8 vjet pas në kohë do kthehemi në një darkë të bukur vere, kur po të dëgjoja dhe shikoja televizor, më bezdis një mushkonjë, ta qëlloj, dora ime prek një gjëndër, e vogël, më e vogël se 1 centimetër, ishte shumë e fortë, nuk e kisha pasur më përpara dhe vrapo ja tregoj mamit tim që unë kam një problem, më duket. Nuk e dija, kisha dëgjuar për kancerin e gjirit, e dija që dalin gjëndra, nuk e dija se mund t'isha unë një nga ata, po në momentin e paru tremba. Mendja besoj nga nuk shkon në ato momente? Në ato momente po, dhe gjithsesi nuk e kisha menduar se do ishte kaq i vështirë rrugtimi. Vajtëm direkt në spital, bëm analizat, bëm kontrollet. Gjaja më vështirë, momenti shumë i vështirë ishte kur doktori më tha dil pak jashtë se dua të flas me mamin tënd, jo me ty. E kuptova se një gjë nuk shkonte dhe unë i thash jam e rritur mjaftueshëm, nxirr mamin jashtë dhe fol me mua. Sepse gjithmonë kam dashur të më tregojnë të vërtetën, edhe sot e kësaj dite mjekëve të mi i them, cili është rreziku që unë kam? Sepse në moment që unë marr vesh që ke këtë rrezik që ti duhet të përballesh, përgatis veten, përgatitem shpirtërisht, bëhem më fort në luftën që do të bëj dhe nuk e marr asnjëherë me tmerr, robo çfarë më gjeti. Pas kontrolleve pastaj normalisht jam nënshtruar operacioneve, numëroj 4. 4 operacione. Sepse sëmundja ime nuk u luftua herën e parë, pavarësisht se bëra 2 operacione. Njëri nuk mund të quhet plotësisht operacion sepse është biopsi, hiqet vetëm masa, bëhet analiza e saj, po është ndërhyrje kirurgjikale dhe është me narkozë, normalisht është operacion. Pastaj kur analiza del keq, të ribëj një operacion që është një pastrim më i gjerë, hapësirë më e madhe, normalisht kam përjetuar rrezatimet. Pas rrezatimeve kam bërë kemioterapit,
mendova se e sulmova, e fitova betejën, flokët u rritën, jeta ime u kthye normalitetit, por nuk ishte e thënë. Gjatë pushimeve të verës, robet e plazhit më bezdisnin, diçka më pengonte, vete dhe i them doktoreshës që më duket se ka dalë sërisht. Në fakt nuk më pëlqeu përgjigja e saj, më tha nuk është e vërtet, janë mbetjet operacionit pas 2 vjet e gjysmë. Nuk më pëlqeu kjo përgjigje, gjithsesi unë prita dhe 3 muaj, pas 3 muajsh që shkova sërish se jam shumë strikte me kontrollet, në çdo datë, unë do shkoj gjithmonë dhe do t'i bëj, dhe shkoj pas 3 muajsh dhe më thotë që tashmë ke një gjëndër prej 3 cm. Cila ishte rritur Dhe në që një ishte rritur, jo, nuk ishte, dhe më thonë kishte koha mjaftueshme. Kishte kohë për të rritur dhe duhet të kishte ndërhyrë që herën që unë i thash, sepse unë e zbulova sërish vetë, ishte e njëjti vend, ishte e njëjta gjendë. Dhe u bë një operacion pak më i madh. Kam bërë mazektomi, që do të thotë heqje gjoksit, dhe unë kam bërë dhe plastikën, normalisht, duke qenë dhe e rej në moshë, mami ime kishte fiksim që unë duhet ta bëja edhe këtë patjetër, dhe e kam bërë, tani ndjehem më mirë, bëm kontrollet, bëm kemiot, por nga qëndrimi për një kohë të gjatë i asaj gjëndre në trupin tim, kishte bërë që sëmundja të depërtonte në kocka. Tani kocka duhe sulmuar, duhe luftuar, dhe ngjancë është si një tumor tjetër. E ka fillimin nga kanceri i gjirit, por ka një metastaz në kockë që ti duhet ta luftosh. Dhe tani me ato merrem. Tani ato po luftoj, ato po mundohem, kishte 3 vjet që ishte në kontroll, kohët e fundit ka ca luhatje të analizave, por vazhdoj e bindur që doja dal. Mendoj që po. Absolutisht po. Mua më pëlqen te se mënyra se me sa qetësi dhe pozitiviteti e shpreh gjithçka, ndoshta kjo pjesa e ushqimit pozitiv që ne i bëjmë vetes është një ndër ilaçet më të mira, apo jo? Unë kam menduar gjithmonë, në gjërat më të këqija mundohu të gjesh një element të bukur që ty të bën të qeshësh. Dhe kjo është ajo që më ka dhënë. Shoqëria, njerëzit e dashur. Me vërtet unë pata fatkeqësi që të kem një sëmundje shumë të rëndë, por unë kam një shkëmb të fortë ku mbështeten, që është familja ime, janë prindrit e mi të shkëlqyer dhe 2 motrat e mia, dhe jam e bekuar dhe e rrethuar nga një shoqëri fantastike. Ndalojmë pak këtu, se duam të njihemi dhe ne me to. Shojmë një mesazh. Sonila ka një forcë karakteri të jashtëzakonshme. Me forcën që ajo ka, po lufton gjithë të vite, po jeton mrekullisht shumë mirë çdo ditë. Ajo punon me shumë pasion, jeton me shumë pasion, shijon çdo ditë dhe unë dua që këtë të bëj gjithë jetën e saj. Ajo të bën të qeshësh edhe kur ti s'do. Unë dua që ajo të ketë gjithmonë buzëqeshjen, atë buzëqeshje që e karakterizon figurën e saj, atë buzëqeshje që e ka pas në momentet më të vështira të jetës saj, ajo buzëqeshje që ka inkuraju jo vetëm ato si person, por na ka inkuraju edhe ne për të qenë sa më afër asaj. Guximi i saj, karakteri i saj tepër guximshëm dhe që nuk heq dorë kur përvaret çfarë do lloj sfide, përballet çfarë do lloj situate. Dhe unë do thosha në kuptimin e vërtet të fjalës që në jetën time ka qenë me të vërtet një bekim dhe privilegj që kam pasur një mike në kuptimin e vërtet të fjalës si Sonela. Unë tek Sonela vlerësoj guximin që ajo ka. Ajo është një njeri i admirueshëm, ka një forcë karakteri dhe një forcë të brendshme që ajo lufton çdo lloj fatkeqësie që mund t'i ndodhi, dhe me këtë forcë që ajo ka dhe të gjithë ne bashk kemi ndikuar sadopak që ajo të jetë kjo që është sot dhe ta jetoj jetën e lumtur. Sonela, gjithmonë ne jemi me ty. Këto janë të mrekullueshmit e mi. Ka dhe mungesa në fakt, ka dhe të tjera. Megjithatë disa ne i kemi sjell. Disa po, por më kanë dashur në një formë të jashtëzakonshme. Domethënë unë në spital i kam pas gjithmonë mbështetje, në momentet e mia të vështira gjithmonë më merrnin me zor nga shtëpia dhe kur s'doja të dilja. Haj se do dalim, do pim një kafe, dilnim, shëtisnim, dhe ka qenë një forcë e jashtëzakonshme. Sonela, më parë, kishte bërë kontrolle tek mjeku, pra këto që ne i dim, e kemi si informacion që duhet shkojmë një herë në vit, apo edhe më shpesh, apo më rrallë në varësi të moshës. Kisha dëgjuar për kancerin e gjirit,
dhe ndonjëherë bëja prova vetë Kishte në shtëpi. patur të tjera femra të prekura më parë, pra në gen? Jo, në gen nuk e kishim këtë kancerin e gjirit. Kisha bërë prova të bëja të vetë kontrollin. Nuk merja vesh që ta bëja, mundohesha që ta bëja. Por tek doktoris kisha shkuar, më duke i vetja shumë e re, 32 vjeç kam qenë kur ka filluar kjo histori dhe thoja, pse mua do më kap, nuk e dija se kam parë dhe raste që ka qenë 12 vjeç dhe janë detyruar të heqin gjoksin, fëmijë që akoma s'është rritur. Dhe nuk e dija që prek dhe mosha kaq të reja, mendova prit se unë s'kam lindur më vonë, ndoshta kur të lind një fëmijë do dal ajo. Gjithsesi mundohesh, apo tek mjeku s'kisha vajtur, dhe kjo është e gabuar. Kjo është shumë e gabuar sepse gjithsecili nga ne duhet të bëj kontrollet tek doktori. Sado që ne vetë të mundohemi, asnjëherë nuk jemi në gjendje që të bëjmë diferencën, të dallojmë. Kemi një problem shëndetësor apo jo? Dhe pas daljes së këtij problemi, që është problemi i madh, unë kam qenë shumë e rregullt. Ndoshta pacientët më të rregullt, unë kam dhe një baba të mrekullueshëm që mi rrjeshton ato kartelat e mia vit pas viti, i mban me rigorozitet, gjithë kurat që unë kam bërë, që çdo mjekim që më është dashur, çdo gjë që unë kam bërë në këto vite, i kam të radhitura nga data e parë deri në datën e sotme. Dhe të mendosh janë shumë, se janë 8 vite, dhe tani jam strikte dhe unë doja me gjithë zemër që bëja një thirrje të gjithë atyre femrave që janë femra që mund të preken nga kanceri i gjirit, që kanë një histori në familje, ose që ndoshta s'kanë histori në familje, por mund të ndodhë nga ndryshimet hormonale që përjetohen sot në botë, dhe të bën një kontroll. S'është asnjë gjë, nuk është as e dhimbshme, nuk të them të bësh një ekografi apo një mamografi, është shumë e thjeshtë. Tashmë unë i bëj rutinë, po thuaj se ekografi çdo 3 muaj dhe mamografinë e bëj një herë në vit, patjetër e padiskutueshme, dhe një kontroll të shpëton jetën. Ta kapësh në kohë, ja arrin ta luftosh kancerin e gjirit. Kur dëgjojmë për të tilla histori, apo kur mësojmë se diçka nuk po funksionon siç duhet në pjesën e shëndetit, mirë apo keq, të gjithë fillojmë të lexojmë, të gërmojmë, të kërkojmë në internet, dëgjojmë informacione të vërteta apo të gabuara, fillojmë të zbulojmë simptomat tek vetja dhe të shqetësohemi akoma edhe më shumë. Besoj se e ke bërë të gjithën këtë apo jo? E kam bërë shpeshherë, jo që të shqetësohem. Unë kam nevojë që të marr informacionin se cila është më e keqja që mund të ndodhë. Dhe me të shkuar deri aty, i kam kërkuar, është e pashmangshme, dua ta di se çfarë do të ndodhë. Këtë ju a kam kërkuar edhe së mësoj mjekëve të mi, më thuaj çfarë do më gjej, dhe kanë qenë shumë korrekt në mënyrën se si ata e kanë transmetuar atë se çfarë do më gjente, dhe kjo më ka dhënë fort, sepse më ka vonuar ndoshta një ditë e gjysmë që unë ta asimiloj këtë gjë. Por pastaj e kam ditur me çfarë, në një forcë të jashtëzakonshme, e dija çfarë do të luftoj. Dhe s'ka asnjë gjë, të marrësh informacion është gjëja më e mirë e mundshme që ti mund të bësh. Në këtë formë ti mëson si ta luftosh sëmundjen. E vërtetë është. Dhe për këtë arsye them që kam bërë gjën e duhur, që i kam kërkuar informacionet. I ke ndarë të gjitha shqetësimet apo këto të vërteta që mjekët ty të kanë thënë me familjarët e tu, sepse e bëj këtë pyetje në kuptimin që ndonjëherë nuk duam të shqetësojmë apo të mërzisim, dhe pjesën më të vështirë të bisedës me mjekun e mbajmë për vete, duke ja bërë më të lehtë gjendjen se sa është, pra duke i gënyer me gënjeshtra të bardha. Kjo është e vërtetë, unë do thosha që ndoshta kjo më ka dhënë pak më tepër forcë, që ata të mos më shohin mua që jam thyer, që po qaj, që nuk po ndjehem mirë. Por ama, familjes time unë i kam thënë çdo gjë. Ata për mua janë një pjesë, thash dhe më parë, shkëmbi ku mbështetem, dhe ata më mbajnë fort. Dhe për çdo gjë ata dinë çdo gjë të smundjesime. Madje janë të parët që kërkojnë, sidomos motrat e mia, me teknologjinë e fundit tashmë, ata futën në internet, gjenë çdo informacion, pavarësisht se jo gjithmonë informacioni që merret aty është i vërtetë, duhet të gjesh dhe burimet se ku e merr këtë informacion. Se duhet të përzgjedhësh të dhënat. Se kam dëgjuar për shembull që thonë mos e bëj kemioterapinë. Po, ka nga më të ndryshme. Unë kam bërë dhe debat në rrjetet sociale që nëse ti e ke të nevojshme, çfarë do zgjedhësh? Ke 2 rrugë. Do jetosh apo do vdesësh? Dhe ti do zgjedhësh të jetosh. Dhe mundësia që mjekët të japin është kemioterapia, dhe ti duhet ta bësh patjetër. Rreziqet që ajo ka, gjithë i dim, kush nuk i di. Unë e kam bërë 3 herë. 3 herë kemio të ndryshme,
që do me thënë dhe mund të rezikoj që të mund të bëj dhe një herë të katër dhe nëse kjo do më ndimonte të jetoj, do ta bëj pa tjetër, do vrapoja drejt saj si kur po marr ilaçin e jetës dhe jo një që të sjell dëmtime, sepse dihen efektet anësore janë shumë të rënda, sidomos në paraqitje, por pjesën vuajtjen fizike asnjëri nuk e shef. Shohin vetëm që të mungojnë flokët, kjo pjesë që duket, por ka dhe dhimbje, ka vujtje fizike, shpirtërore, i ka gjitha bashkë dhe këtë pjesë nuk e sheh asnjëri, e sheh vetëm ai që e vuan. Dhe nëse dalim këtu te kjo pjesa e ndryshimeve së pamjes së jashtme dhe fizike që ti përmende pak më lart. Sigurisht që besoj për një femër nuk është e lehtë asho veten të transformuar hap pas hapi. Nëse do të kontrollojmë në faqen tënde të Facebookut, ke publikuar një foto ku ti je pa flok, ke bërë një status në fakt shumë të ndjerë. E bëj çdo vit këtë gjë. Në sa vjen 1 tetor, unë bëj një mesazh sensibilizues, të paktën miq që un kam në Facebook ta lexojnë dhe ata që kanë dëshirë mund ta shohin, e lë të hapur për të gjithë gjithmonë. Çdo vit e bëj statusin e sensibilizimit, mundohem të jap kontributin tim sa do të vogël. Dhe nga kjo studio, kontributi yt vërtet ishte me vlerë, sepse të flasësh për veten nuk është dhe shumë e lehtë. Për ta mbyllur, e the pak më parë, the një mesazh për të gjitha zonjat që po na ndjekin. Por meqense ne sot mbyllim bisedën bashkë dhe mbyllim një muaj të rëndësishëm, çfarë do të mund të themi? Unë do e ndaja në 2 pjesë. Pjesën e parë do i bëja thirrje gjithë femrave, mishkujve të kontrollohen, sa më shpejt që të kapet sëmundja aq më shpejt luftohet. Prandaj të mos kenë frikë, të vend sigurt, është më mirë kur e heq një stres që mendon se ke diçka, e heq, e shef që është apo s'është dhe merr masat paraprakisht, se sa ta mbartësh në kohë sepse bëhet shumë e rrezikshme. Ndërsa mesazhin e dytë e kam për mikeshat e mia, kështu do i quaj. Janë femrat më të forta në botë, janë ata që si unë luftojnë çdo ditë. Dhe kur unë kam vajt në fillim në spitalin onkologjik, është një spital shumë i rëndë. Shikon njerëz që kanë probleme. Tani mua nuk më duket ashtu, mua më duket spitali që fal jetë. Dhe aty ka femra, meshkuj shumë të fortë që luftojnë çdo ditë dhe u them kurajo, me forcë, me guxim, do kemi fatin t'ja dalim mban. Dhe ti do t'ja dalësh mban. Faleminderit që ishe këtu. Kënaqësia ime. Ndajemi këtu me Sonelën, me mesazhet edhe historinë e saj për të shkuar në reklama. Ne vazhdojmë transmetimin.